mirë dhe unë të që është e gjithra me mire e mundshme për momentin nga bashkimi evropian, por duhet shohem pak edhe më gjërë, jo vetëm pozitën e Evropës dhe të politikave evropiane, por ne jemi dëshmitarë të ndryshime të mëdha që kanë ndodhur pas ardhjes të administratës Trump të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, dhe unë tani më jam mëse i bindur se në momentet që do të filloj dialogu dhe pjesë e këtij dialogu do bëhen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të kemi ngjese dhe shtypje të gjithë procesit të pafundësi, por unë jam mëse i sigurt se mandati i ri i qeverisë së Kosovës, po flasim për një mandat të plot 4 vjeçar, do të jetë mandat i cili do ta përmbyll këtë çështje me Serbinë, do të jetë e detyruar me apo pa dashje, pasi administrata Trump nuk është një administratë që toleron shtyrjen e proceseve në pafundësi siç ishte në mandatin e kaluar nga ish presidenti Biden. Dhe kjo është ndoshta njëra nga çështjet të cilën politikanët apo subjektet politike në Kosovë duhet ta mendojnë seriozisht dhe të mos shohin shumë interesat personale të ngushta dhe partijake, por të orientohen dhe të gjejnë një konsenzus. Pse ju e shihni si interes personal mos dakordimin sa i përket shkuarit tutje dhe themelimit të institucioneve? Po, unë gjithë këtë proces e shoh jo personal, por e shoh si diçka që është ndërlidhur me interesat të ngushta klanore dhe partijake. Nuk ka të bëj as pak me interesin kombëtar, përkundër deklaratave të disave aty se në rast se e kërkon kombinet do t'jemi atu, por kjo e gjitha është luftë për pushtet, asgjë tjetër jo. Elektorati shqiptar i Kosovës e ka bërë shumë të qartë se Kosova nuk do të udhëhiqet më vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje është forca kryesore në Kosovë, por do të jetë e detyruar